Lidhja Demokratike e Kosovës ndodhet në pozicionin më të vështirë që prej vdekjes së liderit të saj Ibrahim Rugova. Është në dorën e këtij subjekti nëse do t'i jap votat për ta bërë ose jo president Hashim Thaqin, rivalin më të madh politik në historinë e partisë. Sadri Ferrati dhe Blerim Grajinca, deputet të kësaj partie, në studiot e Tribuna Channel kanë deklaruar se kanë presion të jashtëzakonshëm nga ana e elektoratit për të mos e votuar Thaqin president. Mirë po edhe përkundër këtij presioni, nënkryetari i LDK-s Agim Veliu shprehet i bindur se kjo parti do ta respektojë marrëveshjen për ta bërë atë president. Madje për këtë ai thotë se nuk ka nevojë të merret drita jeshile nga Këshilli i Përgjithshëm i kësaj partie, pasi ky këshill është pyetur kur është bërë koalicioni me PDK-n. Ne kemi një marrëveshje dhe asaj duhet përmbajtur. Është qëndrimi i përbashkët i LDK-s që koalicioni me PDK-n të vazhdojë deri në 2018. Pikërisht në bazë të kësaj marrëveshje, LDK udhëheq me qeverinë. Pra janë deputetët e PDK-s ata që kanë votuar Mustafën për kryeministër dhe ne nuk kemi kurrfarë arsye që pjesën tonë të marrëveshjes mos më e përmbush. I pyetur nëse ka marrë garanci që PDK do ta vazhdojë koalicionin pas zgjedhjes së Thaqit president, Veliu thotë se LDK pret që marrëveshja të respektohet nga të gjitha palët. E nga ana tjetër, kryeredaktori i gazetës Blec Adrian Çollaku thotë se zgjedhja e Thaqit president mund të dështojë, por jo si rezultati i mosvotimit të deputetëve të LDK-s, por për arsye tjera. Lidershipi i kësaj partie sipas tij nuk ka fuqinë që të mos e votojë Thaqin president. Nëse LDK do ta dëgjonte elektoratin e saj, nuk besoj që do të kishim këtë koalicion. PDK, mirë po ne e pam që lidershipi i kësaj partie, pra më tepër do thotë i ndjeki ta çujë këto interesat personale dhe bën një koalicion me PDK-n. Po jam i bindur që do delte më mirë nëse nuk do ta votonte. Mirë po jam i bindur që dëmi i kësaj partie është bën me faktin që ka hyrë në koalicion Isa Mustafas, pse dim që për disa vite radhazi e fitoi Prishtinën, pra do thotë dhe rriti simbolikisht PDK-n si parti nga ajo që kishte Fatmir Sidiu, pikërisht duke e shohur PDK-n dhe Shikun. Kjo javë pritet të jetë vendimtare për sa i përket të zgjedhjes së presidentit të arshëm të vendit. Deri më tani vetëm Adem Saliaj dhe Vjosa Osmani kanë deklaruar publikisht se nuk do të qëndrojnë në sallë kur do të votohet presidenti, ndërsa Alma Lama, Arben Gashi e kanë deklaruar votën e tyre kundër Thaqit president.